disa kërkojnë që të mos ketë, le të themi, një keqardhje, por për te keqardhjes dhe ndjesive personale ka një përgjegjësi ndaj njerëzve që duhet mbajtur edhe nga ne si media, por edhe nga institucionet. Ndërkohë do doja të kishim nga Bashkia e Vlorës, sigurisht asnjë nga majoranca, po është avokati Geron Gumbardhi nga Këshilli Bashkiak. Zoti Geron, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni ju njërë? Po mirë, unë ju ndoqa, kam ndjekur dhe mbrëm në televizionin tuaj. Problemi më duket më shumë shqetësues keni ju si media ose ju si syri televizion se sa vetë banorët dhe operatorët turistik. Më duket sikur keni një hall personal ju të syrit, do me thënë keni hall ju që është Vlora pa ujë, se vlonjatët vetë nuk kanë kohën, as në bashki, as në këshill, as në media, as në gjë dhe nuk e di këtë. Nuk e di sa është përqindja e vlonjatëve që nuk kanë kohën. Ne jemi këtu për ata që kanë kohën. Dhe nëse sado mund të jenë minorancë, nuk ka majorancë apo minorancë ke mungesa ujit. Janë thjesht njerëz që ashtu si në Afrikë apo në Gaza apo në vende të tjera ku ka kriza humanitare, jemi të detyruar ta përcjellim lajmin e tyre. Qofshin këta edhe 10 veta që vuajnë nga uji në Vlorë. Dhe kanë përshtypjen janë çik më shumë se 10. Më keq kuptuat. Jo, nuk e keq kuptuar, di për çfarë po thua, Po shumish vlonjatët janë pa lagje të tëra, fshatra të tëra, që mungesë e ujit është duket si luks, tani po erdhi një orë dhe po arriti dikush të mbush një bidon apo diçka. Problematika është që asnjë operator turistik në grupin e WhatsApp-it, të cilët janë të lidhur gjithë me njëri tjetrin dhe me bashkinë, asnjëri nuk ankohet për që nuk ka ujë, që nuk kanë hotelet ujë, që mbushin me botë, që ikin turistat. Pra të gjithë janë të lumtur dhe të kënaqur. Edhe me rezultatin e zgjedhjeve e treguan që këtu s'ka asnjë problematik. Edhe fushja e mbetjeve që digjet pa fund, që juve prapë pasqyroni dhe gjithë mediat e pasqyrojnë. Prapë asnjëri s'ka problem. Ndërkohë, ka një gjë interesante, Geron, lutem, nëse më lejon një gjë të shkurtër. Kjo ndërprerje e ujit vjen në kulmin e sherreve, e përplasjeve në bashki për rritjen galopante të çmimit të ujit. Atëre, ne si Këshill Bashkiak të opozitës, pavarësisht se jemi pak, problemin e ujësjellësit e kemi ngritur që ditën e parë, pra që në mbledhjen e parë të 2023-shit me ardhjen e zotit Dredhash në Bashkinë Vlorë, ju kërkua nga qeveria në mbledhje urgjente që ujësjellësit t'i kalonte qeverisë, pra të bashkoheshin ujësjellësit Vlorë, Selenic dhe Imar, që u bën një ndërmarrje, gjë të cilën Këshilli Bashkiak dhe zoti Leli nuk e kaluan dhe nuk e firmosën. Dhe që në mbledhjen e parë, ne si opozit, unë personalisht dhe zoti Nika e kemi ngritur me pyetje konkrete, pra ky bashkim i ujësjellësit do ketë rritje çmimit, do zgjidh problemin e ujit, do ketë gjithë këto gjëra dhe përgjigja nga drejtori përfaqësuesi zotit Balluku që erdhi në Vlorë ishte ju e keni personale me mua. Ne nuk e dinim as kush ishte, as çfarë e quanin dhe zotria e ktheu personale. Pasi u rrit çmimi i ujit, pasi kanë ardhur 10 milion euro, pasi janë harxuar edhe 10 milion euro të tjera, Vlora nuk ka ujë dhe nuk ka për të pasur ujë në këtë sistem. Nuk është vetëm ujë. Uji është i shoqëruar bashkë me të gjitha rrugët, mbi 50% të rrugëve të Vlorës janë të çara. Pra po bën punim me ujësjellës. Pra kaosi nuk është vetëm ujë. Uji shoqërohet edhe me të gjitha rrugët të çara. Dhe kjo problematika filluar në vitin 2021, pra në zgjedhjet e 2021-shit, në Bashkinë Vlorë erdhi 10 milion euro një fond, të cilat u bën nga ministria. Të dy këto fonde sot që flasim bashkë në 2025 nuk janë marrë në dorëzim, se harruan të vinin pompat, harruan të vinin 2-3 tubo. Ne e kemi çuar në prokuroria, prokuroria e çoi në SPAK. SPAK-u si duket do ketë qenë i zënë këtë kohë dhe nuk i ka gjetur dot tubot. Nuk janë tubot, Flavio, nuk është problemi pse s'ka ujë. Harruan të vinin tubot. Pra tenderi 2021-shit që lekët u përdorën në fushat prap, si këtë radhë, nuk vajti për ujësjellësin. Tubot u harruan të vjenin, sot që flasim bashkë, në Vosela që ka ujë pa fund, funizonte edhe Vlorën, në Vosela fshatrat, Panaja, Oshtim, Kërkov, që janë hedhur dhe 10 milion euro, pra për një zonë të vogël, të hidhen 10 milion euro, dhe ujë të ketë pa fund, dhe në shtëpitë e qytetarëve mos ketë ujë,
nuk e di domethënë çfarë emri mund të vini pse se ka ujë. Jo se zoti Dredha nuk ka përgjegjësinë e tij, por ky është një problematikë e mbajtur. Pra, ka filluar në 2021, nuk janë marrë në dorëzim akoma investimet që janë bërë, se humbën lekët rrugës, nuk janë shtruar tubot fare, janë shtruar tubot të vogla jo me diametret e dur, dhe kjo problematik vazhdon se sa lek janë hedhur në ujësjellsin e Vlorës, unë mendoj që ne do kishim furnizuar edhe jugun e Italisë, i cili ka qenë një projekt i vjetër me zotin Berlusconi. Që nuk është se kanë qef ata të jugut Italisë të marrin çikuj nga Vlora, me idenë që ka ujë edhe për vlenjatët edhe për puljezët. Po, ujë ka pa fund, Vlorën e ka bekuar zoti, ujë ka pa fund derdhet në det. Pra, gjithë to shifra që ju thash, gjithë to shifra, vetëm ujësjellsi i Vlorës, 22 milion euro janë hedhur në qeverinë e parë të zotit Berisha në vitin 2012. Dhe vazhdojnë, pra, ujësjellsi i Vlorës ka kaluar 100 milion euro dhe Vlora nuk ka ujë. Pra, këtë duhet të dinë media, këtë duhet të dinë qytetarët, këtë duhet të dinë organet kompetente. 100 milion euro dhe s'ka ujë që ka më kisë inceneratori kjo ujësjellsi i Vlorës. Po pa tjetër i nderuar, po të shikoni intervistën që kam dhënë te Syri, problematika në vend të rregulloheshin tubot, po e mbani mend problemin e pagave, që secili qirasi njëri tjetrin, pra juristët, shefin që iku morën 100 milion lek, 8 milion lek, 90 milion lek, shpërblim na stresi, pra mbasi u kishin dhënë ujë qytetarëve gjithë vite, kur ikën puna, hodhën në gjyq ujësjellsin dhe ndan të gjitha 90 milion, 100 milion lek të vjetra, secili punonjës, për stresin që u kishte krijuar ndërmarrja gjatë këtyre viteve. Pra, për punën e mirë që kishin bërë, u shpërblyen. Dhe zonja Balloku kur erdhi në Vlorë i quajti grup të strukturuar kriminal dhe do merrte hapat. Për çudi, asnjë hap s'u mor, të gjithë u ngritën në detyrë, të gjithë morën lekët, pra procesi vazhdon i qetë. Dhe ju thoni s'ka ujë, po si do ketë ujë ku nuk vete asnjëri? Pa le po të shikosh hidraulikët, është vetëm një punonjës që punon, pra ai që di, dhe 10 të tjerë që e shoqërojnë. 500-600 veta që është ndërmarrja e ujësjellsit, kemi kërkuar me forcë ne si këshilltar të opozitës të vënë vetëm një ditë u themi mirëmëngjes. Nuk janë, ku t'i gjejnë. Patronazhistat kanë një detyrë, të merren me zgjedhje dhe nuk kanë asnjë detyrë tjetër. Kanë kartën, vjen marrin lekët në bank kur kanë datën dhe kaq. Si mund të ketë ujë? Është një problematikë që kemi ngritur në çdo mbledhje. Sa ka ujësjellsi i Vlorës? Në bashkiak ne kemi ngritur problemin e ujësjellsit. Sa ka UKV-ja staf 500 veta? 540 e pak. Ujësjellës kanalizime Vlorë. Po të vesh në mëngjes, në qoftë se do gjesh më shumë na 50-60 veta, po t'i mbledhin me pajisje. Po, në për kafe të rrotull. Në për kafe të rrotull. Pra, edhe të duan ta rregullojnë një defekt, nuk kanë njerëz, nuk kanë hidraulik. Se paga dhe ku ngrihen, pra dhe paga dhe buxheti që kishin, nuk u dilte për rroga, pse se ata që punojnë të vërtet, ata që janë gjithmonë për të respektuar, si në ujësjellës, si në pastrim, si në të gjitha, ata janë shumë pak dhe meritojnë ngritje e rrogës. Pjesa tjetër nuk ekziston, nuk janë. Dhe ky është problematika që Vlora ngeret pa ujë, se me aq lek sa janë hedhur, me aq shumë investime sa janë bërë në ujësjellës kanalizime dhe me aq ujë sa ka Vlora, nuk flitet fare për ujë, që të ketë apo mos ketë. Është një problematikë e mbajtur nga pagat dhe çudia tjetër, Flavio, dhe nuk mbarojnë çuditë e ujësjellës. Po, pse në Vlorë akoma më keq. Këshillit Bashkiak na erdhi miratimi një fondi, humbën 2 miliard lek ose 2 milion euro. Po. Në ujësjellës. Pra, ujësjellsi mbledh taksat e bashkisë. Po. Është përfaqësues i bashkisë për mbledhjen e taksas bashkiake. Po. Në 2 vite mblodhën 2 milion euro ose 1.8 milion euro më saktë. Dhe në vend i bini në bashki blen klor. Ke parasysh klorin që i dhe ujë? Po. Edhe hodhën atje klorin. Edhe rregullohen dhe ca tubo, edhe nuk i sollën në bashki. Puna rese. Mbasi e kam ngritur unë me zotin Nika në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak, që ku janë këto lek, më në fund u arrit të bëni një marrëveshje me detyrim, me kërkesë në çdo mbledhje, pra 1.8 milion euro të qytetarëve të Vlorës, të taksave të qytetarëve, të ktheshin në bashki, nuk pranonin
dhe nuk dihet sa herë e kemi kërkuar. Dhe mezi u bëj marrëveshje pa kamatën, pra pa 600.000 euro kamat. Këtu milioni euros në ndërmarrje shtetërore është diçka kështu. Është bërë si llokum. Diçka e vogël ose mos u azi fare në gojë se bëjnë edhe fytyrën në një mënyrë kështu që po ju ngelet për 2 milion euro duke e thënë në çdo mbledhje. U duket si gjë kështu. Po, tash varet se cili flet sipas hapit. Do me thënë nuk kanë të mbaruar historinë në ujësjellsin e Vlorës. Dhe ndërkohë që Vlora DJ, Geron. Kjo është që ngelet qyteti pa ujë. Geron, ndërkohë që Vlora DJ, në kuptimin e drejt për drejt fjalës, DJ për ujë dhe DJ nga plerat, kryetari i bashkisë takon Byrekun, apo se ka Byrek ai? Burekun, çka ka ky? Aktori, Osmani. Nuk i ndjek telenovelat turke, e pash aktorin që erdhi. Kjo, Flavio, në qytet, për të thënë të vërtetën, aktori dhe shumë të tjerë është mirë të vinë. Vlora ka një zhvillim, Vlora është ndryshe, problematika është që Vlora është e vjedhur, Flavio. Me rreth 1 miliard euro të hedhura në Vlorë, sikur larg qoftë ishin hedhur gjysmat, Vlora nuk do njihesh më si qytet. Dhe debatet e kryeministit Tatish, Flavio, nuk janë se nuk ja di njeri çka ka bërë në Vlorë. Kur kujton shifrat që ka hedhur në Vlorë, dhe këtu nuk ka mbaruar asnjë rrugë, këtu s'ka mbaruar as bypassi, këtu s'ka mbaruar asnjë gjë, pra 1 miliard euro, kur të kujtojnë onjera ata si shifër që janë hedhur në qytetin e Vlorës dhe nuk ekzistojnë, se asnjëra firma e Vlorës nuk ka punuar në këto investime të qeverisë. Shënohem se për fat ne kemi zgjedhje njërë 2 vjet, njërë bashkiake dhe njërë parlamentaret, dhe normalisht ka shpenzime, janë gjithë ata patronazhistë janë në xhiro, dhe prandaj leku nuk veten në vendin e duhur. Edhe plazhet që tham do ishin publike, mbas zgjedhjeve, besoj mund të kenë lënë një rrugë kalimi për të kaluar në det, si në Vlorë, si në Bashkinë e Madh. Pra, janë tolerant. Ka raste që lënë dhe rrugë kalimi për të kaluar. Ka shtigje për ta parë detin nga afër, domethënë. Ka shtigje për ta parë, janë tolerantë. Nuk e di si mund të bëhet turizmi kur nuk lën asnjë korridor dalje, e kam kërkuar disa herë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Pra, gjithë ky turizëm, gjitha turista, gjitha operator me skafe dhe me gomone që punojnë të licencuar, kërkojnë të kenë hyrje dhe dalje në molet e radhimës që janë bërë, që i ka bërë investim shteti. Por shteti sa i mbaron molet, i merr privati dhe i mban tiket, domethënë i përdor. Por në fund për çdo përdorim që bën, presin faturë tatimore, janë shumë korrekt. Pra, investimet i bën shteti miliona euro dhe përdorimin e bëjnë privatët. Dhe qytetarët të paktën janë të kënaqur se për foto të lejojnë, sidomos orar mbasdite, ku nuk ka pushues, mund të bësh në këto ambientet publike, mund të bësh dhe një foto. Sa bukur. Ka lezet. Ndërkohë do të riktheshim çështjes së fillimit. Qytetarët e Vlorës të shqetëson apo të trishton apo të zbavit që nuk ankohen? Jo, Flavio, personalisht më kanë marrë në telefon, u kam thënë mbledhjen e bashkisë e kemi në datë 24 ose 25 për mbledhjen e ardhshme, u kam thënë që hajdeni, të fusim brenda në mbledhje, të ngrëm zërin për juve, po nuk vin njeri. Po në momentin nuk vin asnjëri, ta ankohet për ujin, këta do thonë ka 24 orë ujë. Pra, asnjë qytetar, siç u thash, asnjë bizneset e Vlorës, pra operatorët turistik në Vlorë, ka një grup WhatsApp në shoqatat e tyre. Arta, se që ka emrin e? Janë dy të fuqishëm, të 2 patronazhista, dhe asnjëri nuk shkruan që nuk ka ujë. Atëherë asnjë biznes nuk ankohet që nuk ka ujë. Asnjë biznes nuk ankohet që rritën taksat 2 fish dhe 3 fish. Tani vetëm problemi 2 këshilltarëve që ngrihemi ne dhe qajmë hallin e këtyre dhe këta s'kan hall, të duket vetja pak sikur je i tepërt kur ti kërkon diçka që nuk e kërkojnë ata që punojnë për ditë. Pra, më gjej një operator turistik të dali dhe të thotë nuk ka ujë në hotelet e tyre. E qartë, dëgjoj, po qanin e dëgjove se çfarë tha?
Arjan Çani në dëgjove se çfarë tha se si duhet qasur ndaj Vlorës? Arjan Çani kishte shumë të drejtë e dëgjova. Për Gallat do të dëgjojmë bashkë tani, për Gallat. Nuk na lejohet dhe nuk mund të përdori maq, por ka shumë të drejtë. Dëgjoj, me që ne nuk e themi dot, ta dëgjojmë Çanin. Del tek tuk në njeri që thot s'ka ujë. A e diti që Narta ka 34 vjet që nuk ka ujë? Dhe në Nart votimet donën 80%. Panajaja nuk ka ujë, Oshtima nuk ka ujë, Tre Vllazërit nuk ka ujë. Nuk kanë ujë fare, se mos e keq kupton fjalën ujë. Po, 0-0. Dhe investimi i fundit është 10 milion euro, 9.ca milion euro, dhe tani po kërkojnë një shtesë tjetër se nuk doli. Pra, këtu janë shifra, Flavio, që nuk astronomike. Nuk duke pak të pabesueshme për një ujësies, për ca tubo të hidhen këto lek dhe mos të ketë ujë. Në qoftë se burimi nuk do ketë ujë, nuk ka asgjë të keqe, është koha, është klima, është natyra mbi të gjitha ajo që të flet, po të rrethohesh me burimet pa fund ujë dhe mos ketë ujë për qytetarët e Vlorës dhe të shtohen vetëm polierët dhe të shtohen vetëm pompat, kjo është e papranueshme. Ta dëgjojmë pak Arjan Çanin. Si Elbasanit kish lidhje me të Vlorës, pavarësisht se nuk e publikojnë shumë. Ky pavarësisht se KFV-ja gjermane hodhi lekët që bëri këtë lloj, ky nuk është një landfill, kjo është një grop. Për herë të parë kur kanë ardhur këta zotrit për të bërë këtë gjë, kam shkuar dhe i kam bërë pyetje në konsultimin me publikun që quhet dhe përfaqësuesit e bashkisë. I thash përfaqësuesit gjerman, kjo që ju do të bëni në qytetin tim, në çfarë viti është ndaluar në Gjermani, thash, se me sa di unë, thash, është ndaluar për herë të fundit në 65-ën, 70-ën. Pra, kjo gropa që po bëhet këtu, që këta i quajnë landfill, është njësoj si kjo e fushës mbetjes të Vlorës, thjesht kjo është me ca milion euro investim. Pra, ky nuk është një landfill si duhet, pra, me parametrat e një landfilli. Dhe këtu, si gjithë landfillet e tjerë, u morën lekët, dhe tani është vënë në punë pjesërisht, pra nuk po hidhen mbetjet, nuk po hidhen te fusha, po hidhet një pjesë atje. Makinat në projekt për hir të vërtetës, Vlora i ka të gjitha të reja me kilometrat zero, që të gjitha makinat e qytetit Vlorës janë model, pra makinat e pastrimit. Por fusha e mbetjeve do një projekt, do një kam dhënë dhe një zgjidhje që bëhet pa lek, po që zgjidhja pa lek, këto pallatet e reja dhe ndërtimet që do fillojnë, gjithë gërmimet të hidhet atje dhe atje të bëhet një tip kapsule, e cila nuk do lejojnë më të digjen këto. Dhe gradualisht, mbas disa viteve, aty mund të bësh një projekt, ta bësh me lulishte, ta bësh me gjëra. Pra, në moment që e mbulon me dhe dhera ka shumë afër zonës ku janë mbetjet, që të jetë një problematik që nuk shpresoj të mos jetë. Ai tym na zë të gjithëve, ai tym na vjen të gjithëve. Mbas tymit në spital ka shumë shtrime në spital, pavarësisht se nuk i publikojnë. Janë problematika, Flavio, shumë të mëdha. Siç u thash,
qoftë dhe investimet që zoti Rama në Vlorë për hir të vërtetës në letra janë 1 miliard euro në për terren qytetin e mungoj. Vlorës, dhe Vlora të siguroj që do të ishte në qytetet më të bukura në qoftë se investimet në letër do të ishin 50% në realitet, sikur një investim të bëni vetëm një provë, të merri një tender, që të gjithë janë mbi 5 milion, 10 milion. Sikur një tender të merrin, ta kontrollonin. Në qoftë se është bërë 50% e punës, se firmat që vinë në Vlorë, Flavio, ka dhe shpenzime. Po, normal. Do marrin një tender. Betonierët nuk i blejnë këtu betonin ose gjërat, i bëjnë aty ku është puna. Pa leje, pa asnjë gjë. Pra, gjithë punimet i bëjnë në vend. Lumin u lejohet të marrin. E diti një për të marrë inerte në lum, asnjë firmë licencuar e Vlorës nuk ka të drejtë. Në qoftë se vina Tirana dhe bën punë publike, pra që ka shumë shpenzime, e merr lumin inerten, i merr në lum dhe kjo nuk quhet shkelje mjedisore. Po ta marrë subjekti i Vlorës, që është i licencuar, është shkelje mjedisore. Po ta marrë subjekti i Tiranës, është e lejuar. E qartë, Ermali vazhdon të jetojnë në Tirana, apo ka filluar rrinojnë çik më shumë Vlorë tani në verë? Jo, në Vlorë jeton, por siç të thash, bashkia dhe zoti Dreda mbaj përgjegjësitë e tija për menaxhimin e qytetit, por gjithë ato investimet që u thash për hir të vërtetës, se duket sikur po mbajmë dhe po mbrojmë anën e kryetarit bashkisë, ne i dim gjitha se kalojmë në këshill bashkiak, nuk janë investimet të Bashkisë Vlorë. Ka kohë që investimet të Bashkisë Vlorë bëhen vetëm nëpërmjet Tiranës. Pra, nuk janë shumë të aftë Bashkia Vlorë të bëjë menaxhimin e këtyre fondeve, dhe të gjitha fondet vinë nga Tirana. Në dijenin time dhe Lungomarja, prej sa vjet ka që ka mbaruar, nuk është marrë në dorëzim. Pra, lekët e BE-s që u hodhën për Lungomarja dhe sot që flasim bashkë, nuk është marrë në dorëzim. Pra, gjithë investimet janë të qeverisë shqiptare, gjithë lekët, gjithë firmat që vinë janë klientë të qeverisë shqiptare, në Vlorë hidhet diçka, sa për se kuptohet që normal do bërë dhe projekti, por shifrat nuk përputhen kur me realitetin. Kjo është e vërteta e qytetarëve të Vlorës. Por në fund të ditës, siç u thash, blonjatët bëjnë foto dhe janë të lumtur dhe në Lungomare që te vilat që po vazhdon, që do bëhet dhe investimi i ri i zotit Pacolli, që atë që se bëri do të Enver Hoxha tu merrte pronat pronarve, zoti Rama po e bën me një VKM. Blonjatët bëjnë foto, janë të kënaqur, rezultati duam ne duhet ta pranojmë që është 9-3. Po. Pra, në fund fituesi respektohet, ne do bëjmë detyrën tonë në Këshill Bashkiak, por do respektuar dhe vota e qytetarëve. Këtë do të thoja, duhet respektoni atë treshën, duhet ta respektoni shumë. Me Partinë Socialiste nuk besoj se u duhet ujë. Se mbi të gjitha është partia, pastaj ujë. Uji është diçka dytësore. Ato mbeturinat që digjen, që u sëmuren fëmijët, është diçka dytësore. Kështu jemi detyruar farë që në një farë mase duhet të ndjekim çanin, po pak më të moderuar dhe më të respektuar kundrejt të votës qytetarëve. Po, sidoqoftë ato 3 mandatet, ju duhet i respektoni ata që ju kanë dhënë juve votën, ta bëni betejën për ata mbi të gjitha. Ne për ata një dhe unë personalisht në Këshillin Bashkiak që ditën e parë deri sot kam ngritur në çdo mbledhje në një shqetësim të ri. Ne kemi detyrën, Flavio, gjyshit tanë ka ndërtuar të qytet. Ne kemi detyrën, Vlora është e gjithëve. Vlora është një qytet turistik. Unë po të them që shumë gjëra për hir të vërtetës tani në sezonin turistik dhe nuk flasim dhe nuk i bëjmë publike në media, se nuk është mirë që gjithë mediat i drejtohen Vlorës në sezonin turistik. Nuk është mirë që i KMT-ja të vinë në Vlorë në sezonin turistik. Nuk është mirë që tatimet gjithë ushtria e Tiranës të lëshohet në sezonin turistik. Pra, shteti të lëshohet në kulmin e sezonit turistik, kjo nuk na vjen mirë, pavarësisht se jemi opozit. Në fund të ditës jemi qytetarë të Vlorës, siç e tha dhe ju, dhe ata që në kanë respektuar janë më pak, janë pakic. Ne nuk mund të bëjmë dot luftë, ne me llastike dhe ata me një ushtri dhe me kaq tendra sa i dëgjuat që nuk kanë vajtur në realitet dhe asnjëri nuk i shikon. Ato lekë të gjitha u hodhën kundra një opozite, aq të pak sa jemi neve.
Dhe ne prap bëjmë detyrën tonë për hir të turizmit, për hir të Vlorës. Ka raste që nuk flasim dhe nuk mundet të bëjmë çdo gjë ta nxjim kur ka dhe gjëra të bukura. Vlora është turistike, Vlora ka turista, pavarësisht gjithë problematikat që ju dhe media, ju personalisht dhe Syri është një media, se për fat të keq media në Vlorë, mirë që është një media disidentit, e vetmja media Flaudio që shkruan mbas juve, se ju jeni kombëtare, për çudi kaq media të shkruar në Vlorë dhe media televizive mos të japin asnjë lajm, nuk i dallojnë. Nuk e shohim, s'ka lidhje, nuk e gjykojmë dot çfarë shohin ata. Shumica e gazetarëve janë të punësuar në ujësiell, se këta rrovat ju thoshë. Po, e vërtetë është kjo. Jo vetëm në ujësiell, pritse ka dhe ke drejtoria. Gazetar të Syrit, mund të më japësh emrin dhe ta punësojmë në ujësiellës, mos të vej fare. Po, jo vetëm ujësiell, si është edhe ajo drejtoria tjetër, ç'është ajo kulturës, më duket ta, nuk e di se çka i drejtoria tjetër që punon gazetar. Jo, kemi në ujësiellës dhe në drejtorinë e shërbimeve. Drejtorinë e shërbimeve. Ata që pastrojnë qytetin, që kur vin zoti Rama janë ata 20 veta me lek. Se atje janë, domethënë, bashkia e ujësiellës dhe shërbime janë rreth 1360 punonjës. Kështu po, ka lezet. Faleminderit Geron Gumbardi. Por kemi 4 këshilltar në bashki që kanë rrogon 1.600.000 lekë të vjetra. Pa i pozicion interesant. Merren me menaxhimin e situatës në Vlorë dhe anën turistike dhe problematika që juve si gazetar i shikoni dhe ngrini zërin për qytetarët. Faleminderit Geron Gumbardit. Përshëndes. Faleminderit, ditë mbarë. Kalojmë në shkëputje publicitare pa humbur kohë, rikthehemi pastaj në kafe shitës, se mos ndroni kanalin se do ngelni pa ujë.